Ministrat e klimës të Bashkimit Evropian synojnë të mirëtojnë një objektiv të ri për ndryshimet klimatike që të mos shkojnë të papërgatitur në samitin e OKB-s COP30 në Brazil. Dështimi për të arritur një marrëveshje mund të rrëzojë pretendimet e Bashkimit Evropian për të udhëhequr bisedimet e COP30. Këto bisedime do të testojnë vullnetin e ekonomive të mëdha për të vazhduar luftën kundër ndryshimeve klimatike, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Shtete si Kina, Britania dhe Australia kanë paraqitur tashmë objektivat e tyre të rinj për klimën përpara COP30, por Bashkimi Evropian, që ka disa nga politikat më ambicioze në botë për uljen e emetimeve të dioksidit të karbonit, po has vështirësi për të menaxhuar pakënaqësinë e qeverive, që dyshojnë se bloku mund të përballojë këto masa krahas prioriteteve të mbrojtjes dhe industrisë. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bëjë çmos edhe në këto rrethana në Belem për të mbrojtur angazhimin e tij ndaj multilateralizmit dhe marrëveshjes së Parisit, u shpreh një zyrtar i bllokut. Pika fillestare e bisedimeve është propozimi i Komisionit për të ulur me 90% emetimet neto të gazeve serë deri në vitin 2040, krahasuar me nivelet e 1990-s, duke mbajtur vendet në rrugën drejt neutralitetit klimatik deri në vitin 2050. Italia, Polonia dhe Republika Çeke janë ndër vendet që paralajmërojnë se ky objektiv është shumë kufizues për industritë e tyre vendase, të cilat po përballen me kosto të larta të energjisë, importe më të lira nga Kina dhe tarifat amerikane. Ndërkohë shtete si Olanda, Spanja dhe Suedia argumentojnë se përkeqësimi i modit ekstrem dhe nevoja për të konkurruar me Kinën në prodhimin e teknologjive të gjelbra kërkojnë objektiva më ambicioz.